Aqësor debate nuk mjaftuan që 10 antarët e Këshillit për Rregulloren, Mandatet dhe Imunitetin të vendosnin për mbledhjen e radhës, kur do të nisë diskutimi real mbi kërkesën e SPAK-ut për heqjen e imunitetit të Belinda Ballukut, që për të përligjur kërkesën ka depozituar në kuvend 10.000 faqe me dokumenta, prova dhe argumenta të përmbledhura në një USB. Propozimet për datën e mbledhjes së radhës, që erdhën si nga antarët e Këshillit, por dhe pala e akuzuar që përfaqësohej nga avokati i zonjës Balluku, Ardian Kalia, si dhe nga prokurorët që përfaqësuan akuzën në mbledhje, kryesuar nga kreu i ri i SPAK-ut, Klodian Braho, prokurori i çështjes Dritan Prençi dhe Dorina Beko, nuk u përputhën në asnjë pikë. Do ta thrasim ne nesër me 5 firma ka për detyrë të thrasim mbledhje. Socialistët me argumentin se mbrojtjes i duhet dhënë kohë të njihet me të gjitha provat, por edhe që të merret në konsiderat mendimi i gjykatës kushtetuese, e cila do të mblidhet në seancë publike në 22 janar për të shqyrtuar kërkesën e kryeministrit për masën e parë për zëvendës kryeministren, atë të pezullimit nga detyra, propozuan të mblidhen kur të nisë sesioni i ri parlamentar, javën e 3 të janarit. Pas pushimit kërkuar prej 30 minutash, kryetari i kuvendit ju komunikoi antarëve se për mbledhjen e radhës do të njoftohen, pa caktuar një datë të saktë. Por demokratët që i kundërshtuan me forcë argumentat e socialistëve, thanë se do të përdorin të drejtën që ju jep rregulloria dhe do ta thrasin mbledhjen në fillimin e javës së ardhshme. Prokuroria tha se 3 ditë kohë janë të mjaftueshme, maksimumi do duhet të jetë 5 ditë. Dhe kjo është shumë e rëndë që Kuvendi i Shqipërisë të bëhet pengesë për drejtësinë. 5 antarët e opozitës në Këshill do të thrasin mbledhjen të hënën, maksimumi të martën e fillim javës që vjen. 2 orë para të mbledhjes u konsumuan me debatin nëse mbledhja duhet ishte e hapur siç propozonte opozita apo e mbyllur për shkak të sekretit hetimor, siç u vendos me këmbguljen e socialistëve. Një tjetër debat ishte ai për kopjen e USB-s depozituar në kuvend nga prokuroria, nëse duhej vendosur në dispozicion të antarëve dhe avokatit mbrojtës. Konfirmim që erdhi pas debateve dhe dakordësisë që personat që do të pajisen me të duhet të nënshkruajnë një deklaratë konfidencialiteti për të mos publikuar asnjë nga materialet që ndodhet në USB.